Pra, Do më thënë, në qoftë se e shikon të komandanti Anijes që nuk e përballon dhe dot daljen nga baza, ai thoshe unë nuk dal në det. Edhe jepte argumentat. Mirë po, për noi kishte probleme të veçanta që duhet të dilte një anije. Dhe për fatin e mirë ne atë ditë kishim gjyshin detar me komandant Thimi Markun. pse në konë që keni... Unë isha komand grupi. Do më thënë, tash, në qa viti ti u bere komand grupi? Kur erdhën në Bishpall, direkt apo ndente? Që në Durrës. Që në Durrës ti ishe komand grupi. Komand gjujsi ke pas Thimi Markun dhe? Komand anije ishe Thimi Marku. Që ishin dy, kush ishe tjetri? Tjetri, ishe Kadri Hadari. Kadri Hadari. Ti ishe komand i grupit Mërus. Në këtë kohë. Në këtë kohë. Kadri Hadari, ka vdekur. Ka vdekur, jes pas. Që njeri aktiv. E nëse vjen më thotë Thimi mua, thotë, o komand, thotë. Si do t'ja bëjmë, thotë? Se sa fillon këtej, thotë, na vjen këtej era. Vinde nga qapa e Kotrës. Po të mbush mendja i thash, dil. Po të mbush mendja, mos dil. Po duhet të mbushet mendja ty, i thash, se ti e komandant. E di që bëjmë, tha, unë komandanta, ti zëvën s'komand, tha. Thimi, se ka vënuar. Edhe hajtë dalim, tha. Jo për gjitha, po t'jemi të sigur të dy, tha, komand gjojsi ti, komand gjojsi unë. Po na gjeti Po na gjeti të ham të dy, tha. Qa pelivari, Që burri mirë, ish burri mirë. Do të takoj, kur që është në Itali, do të takoj si. Burri mirë. Se do të takoj dhe. Dolëm ne, a jenë zotë janë. Me manovra shumë të bukura që bëri. Doli janë, edhe dolëm në radhë. Rrim një 5 minuta këtu, tha, se unë jam i turullosur, tha. Bashkë me ty edhe unë, tha. Edhe dolëm kryem detyrën neve, si që kishim, u këthyem, ne po tani të ojim në bazë. Hyrja që edhe me e vështirë. Me e vështirë se sot dalje. Se që forcuar era. Thimi i thash, drejtoj ju drejt bankirës, i thash edhe lidhu atje. Mirë, në rrëllë, e pese. Mirë kuptojëshe me Thimin, që komandant që mirë kuptojëshe. Kursuam pasandaj, Po kjo isha ajo pjesë e vështirësisë së bazës. Dhe më thënë që këto ishin vështirësi që o krijoi akostimin në këtë bazë, të cilën ju nuk u pyetët, do më thënë, si marinar, si detar, si navigator, kur u ndërtua ajo. Po kështu, do më thënë, veçori të themit, se të shi se cili mundohet që të ketë atë mbrojtjen e armës, ose të sektorit vetë, a i nëndecëve, a i katrave, a i lokatorve, a i mërusët tjera. Si shikoje në flotë? Si shikoje në flotë grupi mëru, ose anije mbiujse në përgjithësi? Në fakt, grupi mëru, edhe AML pasaj më konë, që janë ndryshuar në emrin e me të drejtë, që repart i konsoliduar. Do më ato detyra që ngjereshin grupit AML, plotësoheshin plotësisht nga këto kuadro dhe nga këto anije. Ne nuk themi se do përballoheshin me forcat e NATO-s apo të. Por detyrat që kishim, ne ishim në gjendje të bënim se kryesisht atë duhet bëjë minimi. Po të bëje minimin e gjiu të Tursit dhe të Bishit të Pallës, e kishte kryer detyrën tamam. Por gjithmonë pika kryesore që të
të bëhesh sa më shpejt minimi. Sa më shpejt. Po që të bëhesh minimi, duhesh firma e komandantit të përgjithshëm në atë kohë Enver Hoxhës që të zbatohesh minimi, sepse ke detyrë jo shtabi të mbrojtjes, si quhesh atë. Ajo ishte edhe e vështirë, domethënë edhe si proces, por dhe nga rëndësia se të minos një bregdetin. Minimin do mbyllje portit, kishte shumë mbrapa, domethënë një prapavi të rrezikshme mund ta quajmë. Sepse të minosnjët duhet ta çminosnjë dhe ne kemi pasur një eksperiencë të hidhur në këtë fushë. Po, domethënë që nga minimi e çminimi e këto, domethënë ne si shtet kemi pasur sa po kështu, sa kohë donte që ekuipazhi i një gjuhësi të përgatitesh për të kryer një operacion. Për të kryer që të bëhesh minimi. Po, sa kohë? 45 minuta. Ashtu. 45 minuta, grupi bëhesh komplet gati për të marrë minat. Merreshin, do ngarkoheshin minat, do shkonin në vendin e minimit, bënin minimin si grup, sepse në qoftë se në fillim dolli ajo që t'jepen goditje me 3-4 anije, e kështë shkruar në atë... Në instruksionet. Jo, në aktin usharak popullor. Dhe kur diskutonim neve, me mes shehu tha, flisni qatë të doni, tha. Dhe bëni vrejt qatë të doni. Po aji 3 rresha kështë shkruar në atë për flotën. Ndërsa ne që të bënim goditjen që duhesh, apo të kryenim një detyrë, me 2-3 anije nuk bëhesh minimi, se çdo bëhesh minimi, me 30 metra larg njëra tjetër, ja do bëhesh 600 metra. Ja dhe 600 tjera, ja dhe 600. Do më thënë, duhesh patjetër që të kishte një brez që të mos hynin dot anijet. Kështu që duhesh të kishte mbi 5-6, qoftë edhe 10. Dhe atëherë dolli detashmenti i minimit të peshkimit. Pra, u nxorën urdhra që të krijoheshin. Ajo ishte me të vërtet një punë e madhe. Po përgatitjen e tyre ju e banit të këtyre peshkimit? Një periudhë bëmë pastaj u krijuat detashment me vete. Po kështu komandant në një që më banë mënti në një nga operacionet që ka kryer grupi gjatë kohës që ju keni qenë komandant, kështu që ja vlen ta evidentojmë kështu si ngjarje si. Tash në një operacion kështu i përqendruar për të bërë këtë, ne kemi patur një luftë kundër nëndesëve. Edhe me atë kemi bërë dhe veprimtarinë tonë. Patëm neve një lajmërim një herë një kohë për një nëndese që kishte hyrë në Pashaliman. Unë nuk kam qenë kur dakord që ka hyrë nëndese atje. Edhe kam shprehur në atë ka 2 mendime, disa thonë që ka hyrë. Unë them nuk ka hyrë. Pse them nuk ka hyrë? Po. Sepse ata që i formuan për nëndese që ishte aty, nuk u them gënjën, po mbase iluzion në kokën e tyre, ishte nga ania nga Bregdeti. Ata kishin parë gjërat e sikur një kishe minëndese ishte me fener. U krijuar një grup pune, që verifikoi një nëndese atje, që bëri këto. Bëri dhe fenerin ai. Nga nëndesja nuk u tha. Nuk dha rezultat. Këto konkluzionet e kësaj u bën të njohura për kuadrot e kështu. Si? Konkluzonet e këtyre. Ata e manipuluan atë. Po, ju se ka 2 këndvështrime thash, ju ajo një situatë e manipuluar ndoshta edhe për qëllime politike. Po. Edhe unë kështu dyshoj. Unë nuk jap dot konkluzione për Kadrias Biun atëre se Nëse, por ju keni këtë që ajo mund t'jetë bërë për qëllime të tjera, futja e një nëndesë të tjera.
anije mbytur atje, vanë ata, vajti silur kapsja, vajti pëllumbarja, nuk u kam besuar atyre raporteve. Po, ju nuk shkuat me gjuajtës atje? Vam me dragaminën dhe me gjujsin vam atje, ne. Shkuat, ha? Po shkuam ne se do bënim kontrollin. Po. Edhe në diskutimet që kemi bërë, vetëm një Vladimir Greku ka qenë dakord me mendimet e mia. Ashtu, ha? E se janë ca tjera dhe që unë i kam intervistuar, më ka thënë që ka dalë. Po nese. Ty të ka thënë që ka qenë. Të shi të Po thash nuk dy palë. në atje ku s'ka qenë. Ashtu. Ju shkuat aty dhe u kthyer pastaj domethënë prapë në dorë. Po kështu në pikpamje të trajtimit, si të themi, edhe në pikpamje të trajtimit të kushteve të jetesë edhe kështu, si ishte grupi? Në kushtet jetesë? Grupi MRU. Grupi MRU që një bërtham që furnizohet në mënyrë autonome. Mënyrë autonome. Kishe një shef ushqime një Qani Abdulin, se ke njojtur përse. Ja, nuk e kam. Te komandat e çmendimi aty, ka pas shtëpinë ngjitur me... Të shion edhe mundet ta kem ashtu, por... I burri shkëllqyë në përmeti. Po, më thonë ata që është një përmetar këtu e një kështu. Dhe burri mirë. Ai bënda një furnizim bazës e Durrësit në mënyrë tepër korrekte. Ai hynte me gjaket, jo me kapotë, dhe dilte nga reparti me gjaket. Duat nuk i fusën në gjepa. Bravo. Që shumë korrekt, që burri mirë. Po kështu, këto komandantët dragaminave kush ishin? Komandantët dragaminave që Astrid Sevrani, Ndjes Past, Beqar Demko dhe Bardyl Sheu. Të tre janë bërë për Ndjes Past. Po ky Bardyli nga ishte? Bardyli ishte nga Përmeti. Nga Përmeti, a? Këto në Dorës kanë qenë me shtëpi këta? Po. Bardyli mori shtëpi këtu, pasandaj ik unë në Shqipëri, vajti shef shtabi i regjimentit 4 veçelurës. Po. Ndërsa Beqari i thosha u kur do ta dredhësh bishtin Beqarit. Beqari që ishin partizan, i nderuar, i respektuar nga njerëzit. Po ne të rinjtë edhe nga smonim nga qësi. Po, shtynit e ditën, se beshit dita duhet ashtu. Ndërsa pas ai drejki, jo drejki, se tematia unë drejki. Paskal e ky drejki, prapë drejki. Qia të drejkit. Spirua kishe shpinë këtu që para se të nuk e boni Sezan. Nuk e boni Sezan. Kishe gruan edhe në punë, në gjithë fëmijët e tjetër në ratë, nuk e mori atje. Erdhe më unë, Leonida dhe Paskali si komandantër pa shtëpi këtu. Pastaj morët gradualisht shtëpia. Pa të favore në fakt. Ka dhe gjëra të tjera që u manipuluan e u bënë si gjithë. Nëse ata janë çështje të tjera, po në 84, në 80 kur e dorëzove ti detyrën? 82. Ku shkove pastaj? Shkova në Shëngjin. Në shkollën e lirë të Shëngjinit. Po mirë, me qa shkoja atje, me qa shkoje, me qa vinje atje?